Dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës. Të gjithë bashkëdhetarët që jetojmë këtu në Shtetet e Bashkuara jemi në kontakt, por ndjekim me interes edhe zhvillimet më të fundit politike si në Shqipëri, ashtu dhe në Kosovë. Kam kënaqësinë të kem këtu profesor Mikel Demajn, me origjinë nga Kosova, me cilin kërkoj të zhvillojmë një bisedë në lidhje me zhvillimet më të fundit të jetës politike në Kosovë, në lidhje me zgjedhjet e ardhshme që do mbahen për presidentin apo presidenten e Republikës së Kosovës. Zoti Mikel, mirë se erdhët mikrofonin tonë. Mirë se gjetëm, faleminderit për ftesën. Është e natyrshme për çdo shqiptar, aq më tepër për shqiptarët e Kosovës, që pas një viti që pati një vit të tërë peripecis ku Kosovës i mungoi një qeveri e zgjedhur plotësisht, që të vim përsëri në datën 4 mars, në datë që është vendimtare për fatin e Kosovës për një arsye tjetër, sepse duhet zgjidhet presidenti apo presidentja e Kosovës dhe natyrisht mungesa e një zgjedhje të tillë mund ta çojë vendin sërish në zgjedhje që është e pa dëshirueshme për këto. Si e shikoni situatën aktuale në Kosovë? Fillimisht unë mendoj dhe besoj që është moment të uroj popullin e Kosovës edhe partitë politike për zgjedhjet mira, demokratike, qeta edhe për pranimin me kohë të rezultateve të subjektet pjesëmarrëse në zgjedhje. As ditë me përfundimin e zgjedhjeve, as ditë që ky vit që tash kem hy do të jetë një vit i rëndësishëm sa i përket themelimit respektivisht në vazhdimit të mandatit e institucioneve të reja të dalura nga zgjedhja. Po të njëjtën kohë, ky vit është vit kur edhe presidentës së Republikës Kosovës i kalon mandati, e fakti që i kalon mandati kërkon zgjedhjen, vazhdimin e mandatit të presidentës ose zgjedhjen e ndonjë prej kandidatëve të propozuar nga subjektet politike garuese në skenën politike të Kosovës. Megjithatë nuk ka asnjë kandidat tjetër HBR. Është fakt se subjektet politike janë vënue me u përgatit në mënyrë që momenti i zgjidhjes së presidentit me qenë një moment ma ceremonial e jo një moment i një gare të paarsyeshme, e cila mund t'i kushtoj Kosovës, e cila mund t'ju kushtoj qoftë në planin e brendshëm, qoftë në aspektin politik, qoftë edhe në gjitha aspektet të jetës në Kosovë. E posaçërisht tash, kur bota është pak a shumë një botë dhe ma e rrezikshme, ma jo stabile, ka shumë probleme që problemi i Kosovës për botën është shumë i vogël. Ne duhet jemi shumë atë kujdesshëm, çdo lëvizje, çdo moment që është në botë, neve duhet të na gjejmë institucione të themeluara edhe stabile, në mënyrë që të jemi në gjendje që momentet që po zhvillohen e që nuk janë të lehta, shpeshherë janë edhe dramatike, të shfrytëzojmë në mënyrën më të mirë në interesin e Kosovës edhe në interesin e shqiptarëve. Unë besoj, tu e pas parasysh mandatin e kaluar të zonjës Osmani, besoj se zonja Osmani ka krye detyrën e presidentës në mënyrën më të mirë të mundshme. Posaçërisht ka qenë e suksesshme dhe ka përfaqësuar Kosovën në mënyrën më brillante në arenën ndërkombëtare. Ka arritë që të vazhdojë miqësitë me shtetet edhe shtetet me të cilat veç kemi qenë në miqësi, po të njëjtën kohë ato urat miqësisë t'i forcoj, të ndërtoj edhe një besim më të madh për Kosovën në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po edhe me botën tjetër perëndimore se botën demokratike, se dush ta quaj.
Veç kësaj duhet kemi parasysh se gjatë vitit të kaluar Kosova ka fituar 4 njohje. Ka qenë një sukses brillant, një fitore shumë e madhe diplomatike, e për të cilën besoj kontribut krahas tjerëve, kontribut më të madh ka dhënë vetë presidentja Osmani. Mirë po, në këtë mes, ne i pam këto kontribute dhe pam raportet mjaft miqësore midis presidentes dhe presidentit Trump, kur e pyeti nëse keni një problem me Serbinë, më telefononi. Është një gjest mjaft domethënësh të raporteve ndërnjerëzore, sepse edhe raportet diplomatike fillojnë si raporte mes njerëzish. Siç na shqiptarët duhet të mësohemi se kur kryen punë të mira, kur ka dikush sukses, qoftë individi, qoftë subjekti politik ose grupi i cili merr detyra në shërbim të shtetit edhe të shqiptarën përgjithësi, na duhet mësohemi e t'i vlerësojmë ato drejt. Veç kësaj duhet të kuptojmë se një mandat 5 vjeçar në vërtet nuk është mandat cili të jep mundësi si president për me e fut krejt potencialin e qoftë diplomatik, qoftë politik, qoftë intelektual, se vitet e para fillimisht të secili prej liderëve sa do i përgatitur që të jetë, sa do i përkushtuar që të jetë, duhet që të ndërtoj imazhin e tij para botës. Edhe mendoj se zonja Osmani këtë punë e ka kryer në mënyrën më të mëshme, ka arrit që të imponohet, të jetë një prej kryetarëve mirë të pranuar të bota demokratike. Edhe veç kësaj jo veç të ato shtete që na kanë njoft, po mirë ka vepru edhe ashtë ofru edhe me shtetet cilat nuk e kanë njoft Kosovën, ka ndërtu një besim, qoftë të miku jonë më i madh, strategjik të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qoftë edhe të shtetet tjera që na kanë njoft, besa edhe të një numëri atyre që nuk na kanë njoft. Edhe mendoj që një person ashtu i afirmum dhe mirë i pranum për shumicës e shteteve nuk është në interesin e Kosovës që të ndrohet ose të zamënsohet me dikant tjetër, por interesin e Kosovës është që ti vazhdohet mandati aq më tepër se ajo është një femër e femrat në kryet e shteteve ose qeverive me numër jonë më të pakta. Edhe na shqiptarët kemi nevojë me i tregu botës se edhe na hymë në grupin e atyre shteteve të emancipuara, edhe mirë të edukuara në të dy gjenit, jo vetëm njerën për gjeni mashkullore të them, ose të bëjmë aty në ndonjë dallim. Na këta kemi tregojmë edhe për familjet tona, po është koha që ta shfrytëzojmë një vlerë aq të madhe që e kemi, ta shfrytëzojmë në mënyrën më të mirë edhe të japim përkrahje. Është koha të lojmë xhelozit, është koha që të vlerësojmë punën dhe suksesin e tjetrit, edhe është koha që njerëz të cilët kanë aftësi me kry obligimet në interesin e shtetit edhe të kombit t'i përkrahim pa xhelozi, pa zili, por t'i përkrahim edhe t'i shfrytëzojmë si asete për ecjen përpara në këtë botë të razuar, në këtë botë besave të rrezikshme. Duke se lëvizja vetëvendosje nuk po e dëshiron nga qëndrimet e zotit Kurti apo deklaratat një përsëritje të presidencës Osmani. Madje u hodhi ideja sepse nuk kemi dot numrat, se duhen 80 numra, edhe ndoshta një person i cili ka mbiemrin Jashari, të familjes të respektuar Jashari, do të ishte e mundur të kishte mbështetjen e shumicës. Por vetë Murat Jashari, avokati i njohur nga Kosova, e hodhi poshtë këtë mundësi, duke thënë se nuk bëhet pjesë e lojës politike, duke ulur lart emrin e familjes Jashari.
Unë mendoj që subjektet politike edhe na gjithë duhet kuptojmë se familja jashtëore, familja e çdo shqiptari. Jo vetëm e kosovarë, por është familja e secilit shqiptar kudo në rrezullin tokësor. Edhe na gjithë si popull i takojmë familjes jashtëore. Ajo është vlera jonë më e shenjtë. Ajo është burim i guximit, burim i frymëzimit, burim i krenarisë, burim i lavdisë, edhe një familje tillë të shenjtë. Besoj kish dëshiruar me pas secili kom në botë. Çka du me thonë me këta? Me këta du me thonë që duhet jem të kujdesshëm kur flasim për familjen jashtëore. E duhet jem aq më shumë të kujdesshëm kur pretendojmë që në emër të lojra politike të manipulojmë me atë familje të shenjtë. Ajo familje ka ditë në kohënat më të vështira me tregu se si duhet populli vetë, si duhet atë dheu, si duhet shqiptaria. Kur njëherë tu mos llogarit se një sakrificë aq e madhe do të ju sjell në kundër vlerë ndonjë shpërblim caktuar. Ata edhe sot e kësaj dite nuk, për mendimin tim, nuk mendoj që do të binë prej e kalkulimeve politike të subjekteve caktuar ose individëve caktuar. Edhe unë e përshëndes qëndrimin e asaj familje, deklaratën e saj, përfaqësuesit saj, profesor Dr. Murat Jashori, i cili besoj në mënyrën më të mirë, ashtu sikur i takon asaj familje, ka dhënë përgjigjen rreth kërkesave të subjekteve politike që ndonjëri prej anëtarëve të asaj familje të zgjidhet kryetar i Kosovës. Çdo gjë që themi na më shumë se ka thonë ai, besoj që nuk mund t'i japim përgjigje më të mirë. Një çështje tjetër që po prek kombin shqiptar, të gjithë shqiptarët kudo që janë, është çështja që po zhvillohet në Hag gjyqi ndaj ish-krerëve të UÇK-s. Duket që është një dënim krejtësisht i manipuluar, i pa drejt, që kërkon të vej poshtë luftën e drejt popullore të popullit Kosovës. Cili është opinioni juaj mbi këtë? Që na edhe më parë, kur është themeluar kjo gjykatë, jemi prononcuar në televizionin e juaj rreth qëndrimit që kemi pasur rreth gjykatës. Besoj që vetë themelimi i gjykatës ka qenë më tepër vendim politik, që sa një kërkesë që të vuhet në jetë drejtësia. Pretendimet e atyre që kanë propozuar me u themelu kjo gjykatë kanë qenë që të nisin një rrugtim drejt të zhvërjes shtetit Kosovës. Fakti se mbi cilën bazë është themeluar gjykata, koha ka dëshmuar dhe vetë gjykata ka dëshmuar se ka qenë krejtësisht i pa bazë, i pa argumentum, që gjykata është themeluar mbi bazën e asaj qenë se ushtria qëllimtare e Kosovës është marrë me shitjen e organeve të përfaqësuesve, po më dai të pakicës serbe apo jo të pakicave jo shqiptare. Edhe një argument i tillë është hull poshtë nga vetë gjykata. Pastaj ndryshimi i qëndrimit të gjykatës me kalimin e kohës, prap lën përshtypje se ka qenë në presion të politikës, në mënyrë që ta shpall luftën tonë shajt çlirimtare, ta shpall si luftë në të cilën është bë krim ndaj njerëzimit. Edhe nëse gjykata arrin ose del me konkluzionin që nuk besoj që ban atë gabim as drastik, që me dënue themeluesit e ushtrisë qëllimtare të Kosovës, drejtuesit e luftës, edhe themeluesit e shtetit Kosovës, edhe drejtuesit e shtetit Kosovës, nëse gabon gjykata e i dënon me akuzën për krim ndaj njerëzimit, Kosovës i hapen shumë probleme.
se asë një luft nuk e njeh historia që në cilën është bo krim doj njerëzimit edhe është mbi bazën ose mbi rezultatet e asaj lufte ka orë liria, pavarësia edhe është pol një shtet i pavarur. Kështu që na shqiptarët duhet me qenë të vëmendshëm. Mendoj që jemi në atë fazë, na jemi vanu se gjykata ka punu që 5 vjet, 6. Institucionet tona të dy shtetet shqiptare, dhe na shqiptarët përgjithësi jemi vanu që është dashur me marrë një ofanzivë diplomatike kudo në për shtetet botës, se posaçërisht në këto shtete që e financojnë atë gjykatë, kemi u bë me dije se një gjykatë e tillë mund të damtoj jo vetëm neve, reputacioni i imazhin luftës tonë, shtetit tonë, po të njëjtën kohë do të damtoj edhe imazhin e gjithë atyre që kanë luftuar në krahun tonë, e që në anën secili prej tyre mund quhet pjesëtari i ushtrisë lirimçare të Kosovës, se duhet me pas parasysh na edhe vetë bota, rasti Kosovës ka qenë unikat, në një shtet vogël me 11.000 km2, me 2 milion banor, një superficia ma e madhe ushtarake, me pajtimin të gjithë anëtarëve të saj, me bombarduar një shtet tjetër për me arritë populli i Kosovës me fitu lirinë dhe pavarësinë. Na jemi në rrugën e drejtë, po drejtësia vjet në jetë, atëherë kur na punojmë me vu drejtësinë në jetë. Drejtësia nuk ka me na ardhur gratis. Jo. Edhe tash jemi vanu, po nëse shtetet tona, qeveritë tona, edhe na kudo që jemi nuk ndërmarrim një fushat të fortë diplomatike, edhe me ju bo me dije botës, me ju bo me dije edhe vetë gjykatësve që pretendimet e prokurorëve janë qëllimkësia, edhe nuk bazohen në realitetin në për të cilin kanë kalu pjesëtarët të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Edhe diçka që ka shumë e rëndësishme, na duhet na shqiptarët me u mësu edhe kam bo apel ma përpara, po po apel edhe tash. Shqiptarët ku do jemi e posaçërisht në Kosovë, duhet ta mbledhim forcën e nemën të lirisë e pavarësisë Kosovës, edhe lirisë edhe prosperitetit shqiptarëve ku do jemi. Duhet ta mbledhim forcën gjitha ato familje të cilat kanë pas fatin që gjatë luftës ose pas luftës me hub ma dashurit e tyre, që ata kanë qenë ma dashur dhe për vetë popullin e Kosovës se kanë punu për lirinë e pavarësinë e Kosovës. Po na duhet ta mbledhim forcën edhe të shtrim dorën e pajtimit, pa marrë parasysh se na për momentin nuk dim ndoshta saktësisht si ka ardhur deri te vrasjet e tyre, por duhet si popull në emër të lirisë, pavarësisë, në emër gjeneratave që vinë të gjejmë forcën edhe t'ja falim popullit. T'ja falim popullit edhe t'a hekim atë barë në të cilin familjet çdo herë vujnë. Ndërsa subjektet politike nga njëherë edhe mund t'i keqpërdorin në emën të vota, në emën të interesat të grupit ose të partive politike, o nuk mendoj që ata njerëz duhet të jenë aset i lojnave politike. Po të njëjtën kohë nuk meritojnë as familjet që në çdo zgjidhje ose në momente kur subjektet politike kanë interesat caktuar t'i hapin ato probleme. Këta e kërkoj në emër të gjithë shqiptarëve, po e kërkoj pse vjedhen nga një familje që këtij populli i kemi falë 3 gjaqe kur është dashur edhe është kërku prej popullit. Edhe këta nuk e kemë bërë na vetëm, po këta e kanë bo një familje shqiptare në Kosovë, në përbot ku do jemi. Ashtë koha të punojmë në pajtimin e shqiptarëve. Nuk ashtë koha të radhitmi nga njeri apo krahi tjetër. Na e kemi rrugën e trasume, të punojmë për shtetet tona, të punojmë për popullin tonë, e t'i lojmë manipulimet në për të cilat, po mendoj ka njerë po bim shumë lehtë manipulime, ose politikës, ose liderëve të natyrave të ndryshme, është koha të ulmi në tavolinë të shohim ku janë problemet tona dhe të i kalojmë probleme. Vllazën jemi të gjithë
kemi obligime, qoftë ndaj shtetit, qoftë ndaj familjeve tona, fillojmë për familjeve tona. Për me konë familjet tona mirë, duhet me qenë populli jonë mirë. E për hir të asajna, mos ti bojmë temat cilat mund t'i zgjedhim në tavolinë, mos t'i maltretojmë edhe mosat në për portalet, t'i përqojmë popullin, të tregojmë një kulturë që nuk është vërtet kultura jonë. Sa është kultura jonë me ofendu njëri tjetrin, sa është kultura jonë me harxuar energjinë në përçarje. Është moment që na tulme në për tavolina dhe të shohim cilat janë problemet që kërkojnë zgjidhje urgjente. Zoti Mekel, ju faleminderit për këtë analizë sa me zemër dhe me shpirt për të parë Kosovën të ecë përpara drejt bashkimit evropian, drejt bashkimit kombëtar, e natyrisht ato mendime kaq të pjekura që ju përmendët i shërbejnë jo vetëm situatës aktuale, por shërbejnë edhe për një mbarvajtje jetë gjatë të kombit shqiptar në ato troje. Ju faleminderit. Qofshëndet, faleminderit për juve, përshëndes gjithë shiqësuesit e juaj, u dëshiroj sukses, uroj që të vazhdoni rrugën e mirë me afirmimin e kulturës tonë shqiptare, këtu në Amerikë edhe me ndikimin e punën e mirë të komunitetit përgjithësi. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, komuniteti shqiptar këtu në Michigan, si gjithë diaspora, gjithmonë jeton me fatet e vendit si në Shqipëri, si në Kosovë, por kohët e fundit edhe në kuadër të 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës dhe të gjyqit që po zhvillohet në Hag kundër liderëve të UÇK-s, u pa një mobilizim i mbar shqiptarëve kudo që ndodhen në mbështetje të krerëve të UÇK-s që janë në gjyq në Hag. Kam këtu një aktivist të shquar të komunitetit të Fondit Humanitar Rapsha, profesorin e nderuar Anton Lajçaj, i cili na ndodhet shpeshherë në për emisionet tona. Por sot e kemi për këtë qëndrim. Është një qëndrim pak a shumë mbar kombëtar i gjithë shqiptarëve në mbrojtje të dinjitetit të luftës shërimtare të popullit shqiptar të Kosovës. Radhë parë duhet të falenderoj juve për intervistën. Sa i takon lidhje me çështjen e angazhimit shqiptarëve, gjithësisht bashkë shqiptarëve, kudo që janë, për lirimin e komandantëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës, unë mendoj se çdo shqiptar do të jetë pro asaj kërkese dhe unë mendoj dhe besoj se ata janë pa drejtësisht të ndaluar dhe të mbajtur në para burgim tash afër 3-4 vitesh dhe me veprimet që ajo gjykata është duke realizuar kundër këtyre 4 drejtuesve të UÇK-s është pa drejt, sepse në një farë mënyre kësaj bie që viktima, do më thënë, të tjetë ai që i shpagon të gjitha fajet në vend që agresori, që është në këtë moment dhe atëherë ka qenë, do më thënë, Serbia, ajo hellvallë për rreth, kurse këta që kanë mbrojtur vendin e vet, kanë mbrojtur trojet e veta në vendin e vet, për duke mos shkelur askend, do më thënë sonde rrinë në burg. Unë shpresoj dhe besoj sado që e zymt kanë qenë dhe sado të pa drejta kanë qenë ato deklaratat e prokurorëve, duke pretenduar që ata do të dënohen me nga 25 vite, thosë janë duke ju ndarë një pjesë tokë të gjithve me vite njajta, do më thënë thosë është një pako, e të mirave jo burgosje. Besoj që gjykata speciale, do më thënë gjyqtar, do të marrë një vendim pozitiv për lirimit të komandantëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës, sepse kjo përveç se do të ruaj dignitetin veprimtarisë dhe luftën e drejtë shërimtare të Kosovës, kjo faktikisht do të në mbaj edhe ne si shqiptarë, do më thënë, të ndihemi mirë, sepse vërtet është një padrejtësi shumë e madhe që ata që kanë drejtuar luftën dhe kanë marrë pjesë drejt për drejt në luftën shërimtare, ata sot vojnë dënimin në për burgjet e Hagës,
dhe një kohë që si që tha që më parë, ata që vetë ishin agresorët, vetë ishin kriminalët, vetë ishin ata lunuesit e femrave shqiptare, lunuesit e fëmijëve tonë, vrasësit e të parëve, baballarëve tonë, domethënë ata janë duke vazhduar dhe duke shijuar jetën në për vendet më të mira të botës, qoftë edhe në Serbi. Pra, unë mendoj dhe besoj se duhet bëhet më tepër ndoshta intervenimin këtë pikë, prapë themi do të presim domethënë vendimin e gjykatës, nuk jemi ata që duhet domethënë të humbim besimin akoma, por derisa të vinë deri tek vendimi i gjykatës, shpresojmë dhe besojmë se e drejta dhe e vërteta do të dalin dritë dhe ata do të lirohen. Do të them po ashtu disa fjalë në lidhje me gjykatën speciale. Unë personalisht në kohën kur janë bërë debatet në Kuvendin e Kosovës për formimin e asaj gjykate, pra e kom pas një parandjen shumë të keqe se neve do ta pesojmë dhe aty ka një hilje. Tash hilja ka ardhur ndoshta jo nga vetë ata që kanë kërkuar me u formua, por nga ata që domethënë nga ata që kanë iniciuar që të vihet domethënë në kuvend dhe të marrin bekimin dhe qetësisht votën e kuvendit të Kosovës dhe në të njëjtën kohë domethënë të paguajnë ata të cilët ndoshta jo ndoshta por 100% nuk e meritojnë, por ama nuk e kanë menduar se do të arrijnë deri në këtë pikë që ata vetë do jenë të parët që do të përfundojnë atë gjykatë. Pra, unë në vend që gjykata e Hagës domethënë të merret me kërkimin merret me gjykimin gjithsesi me hetimin e krimeve që janë bërë në Kosovë nga serbët apo nga kombe tjera që kanë mund të qenë edhe siç janë Magjyp apo tjera kombe që kanë jetuar në Kosovë që kanë bërë gjenocid në Kosovë dhe të merret me kërkimin e njerëzve të humbur të cilët janë me mira që asot familjarët e tyre nuk e dinë se ku i kanë vorret dhe në vend që të merret me ata të cilët e shkaktuan krejt këtë gjenocid, merret faktikisht me ata që ishin mbrojtësit e vendit. Edhe një duhet të them që shpresoj dhe besoj se do të kenë drejtësi dhe për mua, për mendimin tim, domethënë çdo dënim veç asaj që i takon lirimit të 4 anëtarëve të kryesisë dhe të kthehen në familjet e tyre, të kthehen Kosovës, domethënë çdo vendim tjetër për mua është vendimi i padrejtë. Tashti njeriu ka mendime, ndoshta opinione të ndryshme sa i takon realizimit të asaj gjykate, si erdhi deri ajo gjykate, kështu me radhë, domethënë ajo është një temë që mund diskutohet ose është diskutuar edhe më parë, por në këtë pikë me do e mos, ne si shqiptarë nuk do të ndalemi dhe nuk do të hezitojmë që të kërkojmë që komandantët e nderuar të ushtrisë shqiptare të Kosovës të kthehen në Kosovë dhe të kthehen pranë familjeve të tyre, të shërbejnë vendit tyre dhe të shërbejnë domethënë shtetit për të cilin dhe kanë luftuar. Ju faleminderit. Faleminderit edhe juve.